Pa kjo e fundit normalisht që nuk varet prej meje, se për këtë votave, por une nëse vjen e rradha ime, sikur që gjithmonë kom thonë se jam besoj që një politikan i përgjithshëm, nëse vjen rradha ime dhe nëse votojnë për mu, une normal që do të marrë detyrë në formën përgjithësisë që po pres që të kanë dhe parti tjera politike në kuvend. Kështu që besoj që nëse tash nuk e di procesi si do të shkoj, me siguri s'pari Listës Sërbe kandidoj një kandidat ose ma shumë, nuk jam i sigurt. Por nëse krejt të to i shpenzoj të them ashtu kandidat që kanë, atëherë nëse vjen rradha ime, une do të kandidoj. A presni me i marrë votat prej partive shqiptare, cilat ju kanë munguar gjithë? Pa sinqerisht, jo, nuk kom biseduar, sepse sinqerisht herën e fundit kur kom menduar që kushte këtë qenë të pjekur asaj për këtë një votim i tillë, ai votim nuk ka ndodhur dhe tani nuk e kom pa dhe këto ditë që partitë politike shqiptare kanë ndryshuar qasje ndaj rasti, ashtu që po pres, besoj që është e mundshme, është shumë e mundshme dhe siç thotë dhe ai vendimi i gjykatës në një formë detyron të gjithë deputetët secili me votu, prandaj kom shpresë që do të ndodhë. Nora, ju lutem, Nora 1 kemi. Absolutisht jo, por Nora 1 kemi një konferencë për shtyp dhe kom dash t'ju shpjegoj krejt në detaje. Nora 1, që është e mundshme, kishë lutë. Okej, faleminderit shumë. Hajde.